Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ka bërë me dije se është miratuar projekti i liceut francez të Korçës. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Peleshi shkruan se ky projekt është një bashkëpunim mes qeverive shqiptare dhe franceze. Peleshi thot se kampusi do të përfshijë ambiente moderne për mësim, laborator, konvikt dhe mens, sipas standardeve europiane. Ringritja e historisë së liceut francez të Korçës po merr formë si një projekt i ri ekselence në arsimin shqiptar, edhe si rezultat i bashkëpunimit mes qeverisë shqiptare dhe asaj franceze. Një shkollë publike me orientim shkencor dhe teknologjik, ku mësimi do të zhvillohet në frëngjisht dhe anglisht. Në përfundim të studimeve, nxënësit do të kenë mundësinë të marrin 2 diploma, shqiptare dhe franceze, duke pasur më shumë mundësi për studime dhe karrierë në Europë. Miratimi i projektit të kampusit të ri të liceut francez në Korçë nga Këshilli Kombëtar i Territorit shënon një fazë të re në realizimin e këtij projekti të rëndësishëm arsimor. Kampusi do të ndërtohet pranë godinës historike të liceut dhe do të përfshijë ambiente moderne për mësim, laborator shkencor, si edhe hapësira për mens dhe konvikt, duke krijuar një infrastrukturë bashkëkohore për një shkollë të standardeve europiane. Liceu francez është një projekt që vazhdon dhe forcon traditën, duke kthyer atë në një qendër moderne të dijes dhe një shkollë me shtrirje jo vetëm kombëtare, por edhe rajonale, shkruan Peleshi.